Ne do të vazhdojmë të kërkojmë zgjidhje me partnerët tanë evropian, por jo një zgjidhje në çdo kusht. Kështu ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Musunski për debllokimin e procesit e euro-integrues. Në një intervistë për Mian ai tha se po punojnë për një zgjidhje afatgjate, mirë po theksoi se kjo qeveri nuk ka gatishmëri që të bëjë kompromis për çështje që lidhen me identitetin. Dallimi midis kësaj qeverie dhe qeverive të mëparshme është se ne nuk jemi të përgatitur të bëjmë kompromis për çështjet që lidhen me identitetin, historinë, gjuhën dhe kulturën, dhe kjo është arsyeja pse shpesh flasim për zhvillimin e bisedimeve. Nuk duhet t'i ndajmë detajet e këtyre bisedave, sepse nëse fillojmë të ndajmë ato me publikun, ndjellim mos sukses. Duke u përgjigjur kritikave të opozitës, ministri Musunski shpreh se opozita fillimisht duhet të fillojë të jetojë në realitet, ndërsa realiteti është se vetkënaqësia dhe mungesa e kapacitetit të saj për të parë pasojat e gjera të asaj që ndodhi në vitet 2021 dhe 2022, shtoi se na kanë çuar në pozicionin në të cilin ndodhemi tani. Në pjesën e politikës së jashtme vlerësoj se kjo është fushë ku ata duhet të kërkojnë falje qytetarëve për të gjitha gabimet që bën gjatë asaj periudhe 7-vjeçare të qeverisjes dhe t'i japin mbështetje të pakursyer qeverisë në mënyrë që ajo të rifitojë pozicionet e vendit dhe të punojë për të krijuar një sistem ku më në fund do të kemi parashikueshmëri përgjatë rrugës europiane. Muajt e ardhshëm, theksoi Musunski, do të ketë më shumë mundësi takimesh me zyrtarët bullgar dhe tha se mund të takohen në formate të ndryshme multilaterale. Kështu që shpreh se padyshim që këto takime do të jenë proaktive. Më 30 shtator Komisioni Evropian do të dalë me raportin e ri për progresin e vendit në rrugën euro-integruese.